Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e dytë të përbërjes së re ka miratuar formimin e komisioneve punuese në fusha të ndryshme. Megjithatë, propozimi nga ana e kryetares së komisionit për emërime Zhaneta Milanoska Petreska solli reagime nga këshilltarët e opozitës, konkretisht nga lista e pavarur Kujtim Kasami dhe nga koalicioni AKI Syarta Saliu Osmani. Ata kanë kundërshtuar mënyrën e ndarjes së drejtimit të komisioneve, duke theksuar se nga gjysë 11 komisione vetëm 4 do të udhëhiqen nga këshilltarët shqiptar, ndërsa 7 nga këshilltarët maqedonas. Sipas tyre, një ndarje e tillë nuk pasqyron përbërjen reale të këshillit dhe as karakterin multietnik të komunës. Комисията ги утвърди следните предлози за председатели и членови на комисиите. Именно за комисията за статут и подписи. Предлог е за председател Александър Мицкоски. Во комисията за финанси и бюджет и вршење надзор врз материјалното и финансиското работење, председател е предложен Михаил Даниловски. Во комисията за јавни и комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина, за председател е предложен Стево Стефановски. Комисията за обществени дейности и соработка со невладини организации, за председател е предложена Ирина Намовска. Во комисијата за еднакви можности на жените и мажите, за председател е предложена Теута Ахмеди Курилко. Во комисијата за именување на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти во општина Кичево, за председател е предложен Драган Дејановски. Во комисијата за празници и манифестации, доделување општински признанија и награди, за председател е предложен Драган Дејановски. Во комисијата за местна самоуправа, за председател е предложен Фадил Емини. Во комисијата за заштита на човековата средина, за председател е предложена Суарта Салиу Османи. Во комисијата за здравство, за председател е предложен Бојан Трајковски. И во комисијата за млади и спорт и рекреација, за председател е предложен Кujtim Kasami. Sa i përket pikës së parë të rendit të ditës, unë dua të ndaj mendimin dhe qëndrimin e dy këshilltarëve, kryesisht listës së pavarur, që jemi këtu prezident në Këshillin Komunal. Duke bazuar në ligjin për qeverisjen lokale, gjithsesi neni 32 alineja 4, ku bisedohet për formimin e komisioneve të Këshillit Komunal, aty shënon shumë qartë se komisionet formohen në proporcion me partitë pjesëmarrëse në Këshillin Komunal, gjithsesi këshilltarët komunal. Dhe tani, në bazë propozimit, kur shikojmë dhe lexojmë dhe ndëgjojmë, kemi gjithsej 11 komisione, dhe nga këto 11 komisione, kryetarët komisioneve përfshin vetëm 4 shqiptarë, gjithsesi 4 këshilltarë shqiptarë. Unë edhe me mbledhjen që mbajtëm ditën e mkurë me komisionin në 26/11/2025, kam qenë kundër këtij propozimi dhe këtu vazhdoj të qëndroj konsistent në të njëjtin qëndrim që do të jemi kundër këtij propozimi për arsye se ky propozim, ky raport i komisionit nuk paraqet gjendjen reale që përdoret Këshilli Komunal në Këshillin e Kosovës. Në emrin tim personal dhe në emrin e grupit të këshilltarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim, shprehim shqetësimin tonë lidhur me propozimin e dhënë për formimin e komisioneve. I bashkangjitëm parafolisit tim lidhur me shkeljen e nenit përkatës. Përkatësisht me propozimin e dhënë nga Komisioni për mandate, edhe njëherë bëhet diskriminimi dhe nuk përfaqësohet vota e qytetarëve. Por pavarësisht reagimeve, shumica në Këshill nga VMRO, DPMN, Vlen dhe LSDM miratuan propozimin dhe komisionet pritet të fillojnë punën në ditët në vijim.